Me që të ndëruar ju përshëndes edhe një herë, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Do të vazhdojmë sot me një video tjetër nga Ungjilli i Markut. Sot do të shikojmë Markun kapitulli 5, vargjet 15 deri 20. Në këtë kapitull ne jemi duke e shikuar rastin kur Jezusi bën një mrekulli të jashtëzakonshme. Ai shëron në këtë pasazh shëron një person që ishte i mbushur, i pushtuar nga një frymë lig, nga një frymë satanike. Dhe ky person që si rezultat ishte i mbushur me demon, një shumicë demonësh në fakt, siç në thot vargu 9 i këtij kapitulli. Dhe ky pasazh duke na folur për këtë ngjarje na dëshmon faktin se Jezusi ka fuqi mbi Satanin, ka fuqi mbi frymërat e liga, ka fuqi mbi demonët. Dhe me tutje si rezultat, kjo gjithashtu na dëshmon se Jezusi është vërtet hynor. Ne i kemi bërë 3 video lidhur me vargjet, po më këtë ngjarje, vargjet 1 deri 14, mund të shkoni edhe të shikoni ato për të kuptuar më saktë se çka është duke ndodhur. Sot, siç thash, do të shikojmë vargjet 15 deri 20. Le të lexojmë fillimisht këto vargje dhe pastaj ta shikojmë këtë pasazh në detaje. Marko kapitulli 5, vargjet 15 deri 20 na thot: Kur erdhën te Jezusi, pan të demonizuarin ulur, të veshur dhe me mendje në rregull. Ata që ishte i demonizuar nga legjioni dhe kishin frikë. Dhe ata që e kishin parë ngjarjen u treguan atyre se çfarë i kishte ngjarë të demonizuarit dhe çështjen e derrave. Atëherë ata filluan t'i lutin Jezusit që të largohej nga krahina atyre. Kur ai po hynte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar, i lutej që të mund të rrinte me të. Por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha: shko në shtëpinë tënde, të tut dhe u trego atyre çfarë gjërash të mëdha bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty. Dhe ai shkoi dhe nisi të predikojë nëpër Dekapolis për të gjitha ato që i kishte bërë Jezusi, të gjithë u mrekulluan. Vargu 14 përfundon duke na thënë se atëherë ata që i kullotnin derrat ikën dhe e përhapin lajmin në qytet e në përfshatra dhe njerëzit erdhën për ta parë çfarë kishte ndodhur. Siç e dini, në këtë ngjarje kjo frymë liga, apo këta demon duke që ishin brenda këtij personi, i lutin Jezusit që ai mos t'i dërgojë në vendin e dënimit, por t'i dërgojë në trupat e një tufe derrash që po kollotin aty afër. Edhe Jezusi e lejon këtë gjë, edhe këta demon hyjnë në trupat e derrave dhe këta derra, siç e dimë, vrapojnë afër shkëmbët edhe hidhen në det edhe fundosen. Edhe ata që i kullotnin derrat mahnitën për këtë gjë, edhe vargu 14 siç e lexuam na thotë që ata shkojnë në qytet edhe në përfshatra dhe tregojnë gjërat që kishte ndodhur. Tash vargu 15 hapet duke na treguar se çka këta njerëz që kishin ardhur nga qyteti dhe nga fshatrat paon kur erdhën tek Jezusi. Shiqoni çka vargu 15 thotë: Kur erdhën te Jezusi, paon të demonizuarin ulur, të veshur dhe me mendje në rregull, atë që ishte i demonizuar nga legjioni dhe kishin frikë. Kjo është shumë e rëndësishme. Njerëzit nga qyteti dhe fshatrat kishin dëgjuar për këtë person. Ata e njefnin këtë person i cili ishte i pushtuar nga demonët, nga një frymë, nga demonët apo frymë lig. Ata e dinin se ky ishte ai personi që banonte në vërreza vazhdimisht dhe kërkush nuk kishte mundur që ta qetësoj, kërkush nuk kishte mundur që ta lidh, dhe ishin munduar që ta lidhnin me zinxhir, edhe askush nuk kishte mundur ta bënte këtë gjë. Ata e dinin se ky person ishte ai personi që vazhdimisht natën dhe ditën në përvarre e mbi male shkonte duke bërtitur dhe duke e rrahur veten me gur. Kjo ishte për çka ky person ishte i njohur. Mirë, po kur këta persona vinë nga fshatrat dhe qytetet, nuk e shohin me këtë gjë, nuk e shohin këtë person duke e rrahur veten, duke bërtitur, duke i friksuar njerëzit. Në këtë rast, kur këta njerëz vinë, e shohin këtë person të veshur, jo me lakuriç, siç ishte më parë, të ulur, pra i qetësuar, në mendja e tij është e qetësuar, trupi i tij është i qetësuar, jo duke bërtitur, jo duke e rrahur veten. Ai është i ulur dhe me mendje në rregull, na thuhet këtu. Dhe si rezultat, kur ata e shohin këtë, fundi i vargu 15 në thotë se ata kishin frikë. Tash kjo është shumë interesante.
Pyetja që unë e kisha ja bëra vetes për këtë ishte pse patën ata frikë kur erdhën dhe e pan këtë person që është i qetësuar, është i shëruar, nuk vërtet më, nuk e rrah veten më. Pse kishin frikë? Pse nuk u gëzuan ata dhe thonë, wow, Jezus, faleminderit, vërtet kjo është një mrekulli, e gjëra të tilla. Por ata thot u friksuan. Përgjigjja pse është se këta persona e kishin kuptuar se Jezusi është diçka tjetër. Ata e dinin se ky person Jezusi ishte një qenie e jashtëzakonshme, një qenie supernatyrore. E frika atyre nga Jezusi për faktin se kush ai është më e madhe se frika nga ky person i demonizuar që i trondiste njerëzit me parë. Edhe mbasi tash që këta njerëz reaguan me frikë, ata që e kishin parë ngjarjen, ata që e kishin parë se si Jezusi e shëroi këtë person, ata që e kishin parë se si këta demonet u larguan nga ky person dhe hynë në derë dhe dera të fundosin në det, ata vinë dhe u shpjegojnë se si gjërat ndodhen. Vargu 16 në thotë dhe ata që e kishin parë ngjarjen u treguan atyre se çfarë i kishte ngjarë të demonizuarit dhe çështjen e derave. Pra kjo është çka këta persona bëjnë, se si i tregojnë këtyre njerëzve që kishin ardhur nga qyteti dhe kishin ardhur nga fshatrat, u tregojnë se si gjërat kishin ndodhur. Dhe kur ata e ndëgjojnë këtë shpjegim, që në prap, çka vargu 17 në thot, atëherë ata filluan t'i lutin Jezusit që të largohen nga krahina atyre. Prap shumë interesante. Ne do të mendonim se këta do të reagonin ndryshe. Unë do të reagoja për shembull, mendimi im do ishte se nëse Jezusi e ka bërë këtë mrekulli dhe ka këtë fuqi, unë do të thoja, qëndro me neve, sepse kemi njerëz të tillë më shumë që kanë probleme të tjera, qëndro me neve edhe shëroj edhe ata. Por reagimi i tyre është kur ata ndëgjojnë se çka Jezusi kishte bërë dhe se kishte shëruar këtë person, ata i thojnë, largohu prej neve, largohu nga krahina jonë. Pse e bëjnë ata këtë? Pse ata nuk duan që Jezusi të qëndrojë me ta? Pse ata dëshirojnë që Jezusi të largohej prej krahinës së tyre? Unë mendoj, edhe kemi edhe disa raste të tjera, mendoj se këta njerëz e kuptojnë se Jezusi është vetë Perëndia në mesh, që din gjithçka. Jezusi është ai një qenie hyjnore që i din sekretet e njerëzve. Edhe këta njerëz nuk duan që Jezusi të jetë afër tyre, që ai të zbuloj mëkatin e tyre, që ai të zbuloj ligësitë e tyre. Edhe Bibla na thot këtë. Ata nuk duan që ta kenë Jezusin afër. Imagjinoni për shembull, sikur të ekzistonte një person që i din të gjitha sekretet e zemrës tënde, që din gjithçka që ti ke në zemër, që din gjithçka që ti ke në mendje. A do të dëshiroje që ky person të rrej afër teje? Normal që ju. Kjo është arsyeja sepse këta njerëz nuk duan që Jezusi të qëndrojë me ta. Gjoni 3:20, çoni çka thotë. Jezusi thotë, kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita që të mos zbulohen veprat e tij. Shihni, unë këtu për shembull kam një bluzë të bardhë, edhe nëse sikur kjo të ishte e ndotur me diçka, sa më afër që unë afrohem te drita, aq më shumë zbulohet ato pikat e ndytura. Dhe Jezusi është i njëjti. Jezusi thotë që unë jam drita e botës. Edhe sa më afër që ne shkojmë tek Jezusi, aq më e madhe është drita edhe i zbulon ligësitë tona, i zbulon mëkatet tona. Këta njerëz e kuptojnë këtë dhe Jezusi thotë që njerëzit nuk e duan që të vinë tek drita sepse veprat e tyre të liga zbulohen. Kështu që këta persona e dinë që Jezusi është hyjnor. Edhe ai mund të zbuloj sekretet e tyre, mund të zbuloj mëkatet e tyre, edhe i thënë largohu prej neve. Gjoni 7:7 thot, bota nuk mund t'ju urrej juve, por më urren mua, sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta. Jezusi si Zot, si Perëndia në mesh, i njeh gjitha sekretet e çdo personi,
i një zemrën e çdo personi, mendjen e çdo personi. Edhe kur dikush e kupton këtë, thot largohu për meje. Mbani në një rast tjetër kur dishepujt po shkonin edhe kishin kaluar tërë natën duke munduar që të zënë peshë edhe nuk kishin kapur asgjë. Edhe Jezusi shfaqet në mëngjes. Edhe ju thot, jo në fakt është në mes natës, edhe Jezusi ju thot hidheni rrjetën në anën tjetër të barkës. Edhe dishepujt thonë, "Okej", edhe hidhen rrjetën edhe zën aq shumë peshë saqë nuk mund mezi që i shtin në barkë. I thirrin shokët e tyre që të vinë të ndihmojnë. Edhe në fund kësaj ngjarje diçka shumë interesante ndodh. Pietri e shikon Jezusin edhe i thot, "Largohu për meje." Pse? Pse nuk i tha, qëndro me neve, sa orë shkojmë të zëm peshë, sepse ne duam që kjo është e mirë për neve, na ndihmon biznesin tonë. Por Pietri thot, largohu për meje. Në atë moment Pietri e kishte kuptuar se Jezusi është Perëndia në mesh. Edhe njerëzit kur e kuptojnë, kur e dinë se Perëndia din gjithçka, kur e kuptojnë këtë gjë, ata nëse nuk pajtohen me të, nuk duan që t'jen afër Perëndisë. Ka raste kanjëherë që unë bëj gjëra të liga që edhe e di që Perëndia është prezent në çdo moment edhe kemë pengon. Por nëse pendohemi dhe besojmë, Perëndia është besnik dhe në tha që ai na fal për gjitha ligësitë tona. Kështu që është shumë interesante që këta persona i kërkojnë Jezusit që ai të largohet nga krahina e tyre. Tash mbasi që ata i kërkojnë Jezusit këtë gjë, që ai të largohet, siç duket Jezusi e respekton kërkesën e tyre. Ai i ndëgjon ata. Vargu 18 na thot kur ai po hynte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar i lutej që të mund të rrinte me të. Por ata i kërkojnë që Jezusi të largohet prej krahinës së tyre. Jezusi shkon edhe përderisa është duke hyrë në bark, ai personi që ishte shëruar vjen tek Jezusi edhe i thot, "Hey", i kërkojnë që ai të rrijë me të. Këtu e shohim se në të njëjtën mënyrë që njerëzit i luteshin Jezusit që ai të largohej nga krahina e tyre, ky personi i lutet Jezusit që ai të qëndroj me të. Shihni dallimin? Kur ti je i falur për mëkatet e tua, nëse ti vjen tek Jezusi me besim të ai të pastron nga mëkatet e tua, dëshira e zemrës tënde nuk është më që ti të fshehesh nga Jezusi, ti thuash largohu prej tij. Jo, ne dimë që ai e njeh zemrën tonë, na ka falur për çdo mëkat. Edhe ne e duam Jezusin edhe duam që të rrijmë të. Kështu që kjo është çka ky person i kërkon Jezusit. Ai ka rënë dashuri me Jezusin. Ai e don Jezusin dhe si falënderim për atë që Jezusi kishte bërë për të, ai dëshiron që të rrijë me të dhe të shërbej Jezusit. Por Jezusi, përgjigjja e Jezusit është që Jezusi thotë që ti nuk duhet që të rish me mua dhe i jep arsyen se pse ai nuk duhet që të rrijë me të. Vargu 19 thotë, por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha, "Shko në shtëpinë tënde te të tut dhe u trego atyre çfarë gjërash të mëdha bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty." Këtu e shohim që Jezusi i jep këtij personi një mision. Shko dhe tregoje të tjerëve çka Zoti ka bërë për ty. Në këtë rast, Jezusi e quan veten Zot. Është vetë Jezusi që e shëroi këtë person dhe tash i thot këtij personi, "Shko dhe tregoje të tjerëve se çka Zoti ka bërë për ty." E mahnitshme. Vargu 20 na tregon se ky person vërtet ju bind Jezusit. Si shiqoni çka thot, "Dhe ai shkoi dhe nisi të predikoi nëpër Dekapolis për të gjitha ato që i kishte bërë Jezusit, të gjithë u mrekulluan." I njëjti person që po trondiste njerëzit me çmendurinë e tij, ta shkon nëpër këtë rajon dhe predikon atë që Jezusi kishte bërë për të. Vetëm imagjinoni se njerëzit që e dëgjojnë normal që ishin të mrekulluar, sepse ky ishte ai personi që vraponte, ishte lakuriç, vraponte nga shkëtira në male, jetonte në varreza, i trondiste njerëzit, e rreste veten. Në këtë rast tash, në anën tjetër, ai është me mendje të shëndosh, edhe është duke i folur njerëzve për mrekullinë që Perëndia kishte bërë për të.
një tregim vërtet i mrekullueshëm. Normal që njerëzit mrekulloheshin. Për fund të disa gjëra që mund t'i mësojmë nga kjo ngjarje. Së pari, ne mësojmë se Jezusi është Zot mbi Satanin dhe demonët. Mbani mend këtë, e kam përsëritur gjatë gjithë këtij pasazhi. E gjëja e dytë që mësojmë këtë që është shumë e rëndësishme, është mirë që të shkojmë para Jezusit tash dhe të rrëfejmë katët tona dhe të pendohemi dhe të kërkojmë atij për mëshirë që të na falë, sepse ai i din gjitha sekretet tona. Jezusi i din gjitha sekretet tona. Nuk mund të fshefësh asgjë nga ai. Ai është drita e botës. Dhe nuk ka asgjë që ne mund të mshefim nga ai. Mos pritni deri në ditën e gjykimit, sepse do të jetë shumë vonë kur Jezusi, kur ti dalësh para tij, ai është drita e botës. Ai shkëlqen dhe i shef gjitha mëkatet, i zbulon çdo sekret, çdo mëkat tëndin. Veprat e tua të mira nuk do të kenë as pak ndikim, sepse mëkati yt është shumë i madh. Kthehu tek Jezusi tash, ai i vdiq dhe u ringjall që të na pastrojë neve nga mëkatet tona. Dhe nëse ne, siç na premton Bibla, dhe nëse ne pendohemi dhe besojmë në atë që ai ka bërë për ne në kryq, dhe pendohemi, ne do të shpëtohemi, ne do të kemi paqe me Perëndin. Gjëja e tretë dhe e fundit që mësojmë në këtë pasazh është për ne që jemi të krishterë, për ne që jemi të pajtuar me Perëndin dhe e kemi përjetuar, jemi çliruar nga mëkatet tona përmes Jezusit. Perëndia ka bërë një mrekulli shpirtërore në neve. Ai na ka hapur sytë tona, ai na ka çliruar nga mëkatet dhe na ka bërë shërbëtorë të tij, na ka çliruar nga skllavërimi i mëkatit dhe na ka bërë sklavër të Jezusit, shërbëtorë të Jezusit. Ne që e kemi përjetuar për këtë gjë, ne kemi detyrë, sikur ky person i demonizuar. Jezusi na ka thënë, na thret që ne të shkojmë dhe të tregojmë të tjerëve për atë që Perëndia ka bërë për ne. Mbani mend tek Mateo, tek vargjet e fundit tek libri i Mateut, shkoni dhe predikoni ungjillin në tërë botën. Ne si të krishterë kemi detyrë që të shkojmë dhe të tregojmë botës se Jezusi është Zot, i cili na shpëton nga çdo ligësi, na shpëton nga çdo mëkat, na pajton neve me Perëndin dhe na shiron nga mëkati, nga Satani, nga ferri dhe nga gjithçka. Ju lutem vëllezër dhe motra në Krishtin, duke filluar me të tanët, me njerëz që janë afër nesh, le të shkojmë dhe ta predikojmë lajmin e mirë të Injillit. Të tregojmë njerëzve se Jezusi është shpëtimtari i botës që i pajton njerëzit me Perëndin. Le ta bëjmë këtë vëllezër dhe motra. Kjo është çka mësojmë nga kjo ngjarje. Ju lutem, shkoni edhe lexoni Markun kapitulli 5, vargjet 1 deri në 20. Edhe mendoni mirë për atë që po lexoni, edhe mund të dëgjoni videot që kam bërë duke e shpjeguar këtë ngjarje më në detaje. Ju falenderoj edhe një herë, edhe Zoti ju bekuftë të gjithëve, kalofshi një ditë të mrekullueshme.